Është koha për intervistën e ditës, ku në fokus kemi zhvillimet brenda për brenda koalicionit të Vlen, i cili së shpejti pritet të shndrohet edhe subjekt politik. Në studio veçmë ka mbërritur zoti Adnan Azizi, sekretar organizativ i Lëvizjes Besa, përfaqësuesi i koalicionit Vlen. Mirë se erdhët në Alsat. Mirë se u gjetë. Kur koalicioni Vlen do t'jetë parti politike, se përgatitjet veçmë kanë filluar, do të ndodhë kjo para zgjedhjeve lokale? Tash veç kemi nisë me hapa konkret dhe shkojmë drejt realizimit të këtij procesi që duhet të rrjedh natyrshëm, pa mos i përshpejtuar hapat. Ne jemi duke u konsoliduar për brenda Vlenit që të bëjmë një subjekt politik për t'i dhënë fund sundimit 20 vjeçar të BDI-s, të bashkuar rreth një qëllimi dhe duke ndëgjuar zërin qytetar i cili është i lodhur nga pazaret, eksperimentet, e ndërtuara mbi kurrizin dhe djersën e shqiptarëve që ju shërbijën vetëm politikanëve dhe një klike të ngushtë dhe që i kishin paguar shumë shtrejt shqiptarët. Dhe thoni që procesi rrjedh natyrshëm, po bëhen përgatitjet, por ka një afat se kur veçmë Vlen nuk do t'jetë koalicion, por do t'jetë parti politike. Zgjedhjet i kemi afër, nuk janë edhe shumë larg, a do ndodhë kjo para zgjedhjeve lokale? Tash varet nga ecuria e procesit. Ne kemi filluar me hapa konkret. Ne do të kemi, do të thot, një shtab të përbashkët, do të kemi shtabe komunale të përbashkëta, do të kemi shtabe lokale të përbashkëta, do të kemi një kryesi të përbashkët dhe janë në diskutim modalitetet se do të ketë kryetar të Vlenit apo do të ketë kryesues të Vlenit. Janë çështje modalitetesh, ajo që është më me rëndësi, do të thotë ne jemi shumë unik në rrugtimin ton, në qëllimet tona, në kauzën tonë. Kryetar apo kryesues, para se të dalë a do jetë kryetar apo kryesues dhe çfarë nënkuptoni me këtë, do ta mbani emrin e njëjtë, Vlen, apo do ja hiqni vend? Po gjithsesi, Vlen është një simbol që unifikoi shqiptarët, ishte zëri dhe kërkesa e qytetarëve shqiptar që kishin kërkuar vazhdimisht që të bashkohen subjektet politike shqiptare për të sjellë ndryshimin dhe për të sjellë një ndryshim real dhe një zhvillim dhe një projekt konkret zhvillimor të shqiptarëve që do t'i përfaqësojnë në mënyrë denjitoze shqiptarët e Maqedonisë. Pra thonë që Vlen do jetë. Vlen jo që do të jetë një parti, por do të jetë një frymë dhe një lëvizje që do t'i bashkoj shqiptarët dhe do t'ju përgjigjet zërave të qytetarëve dhe jo pazareve të individëve. Por ende nuk dihet një periudhë e saktë kur do bëhet parti. Thoni se ende duhet bëjmë përgatitjet, shtabet do t'i keni të përbashkëta e kështu me radhë. Megjithatë, të paktën cili do t'jetë orientimi ideologjik i partisë së re? A do t'jetë parti e djathtë konservatore, siç është profili i partisë Besa dhe Alternativa? Këtu më lejoni pak Arta të shpjegoj konceptin, idenë, frymën dhe vizionin që do të prezentoj Vleni në të ardhmen. Është një parti e qendrës së djathtë, e cila normal prezanton vlerat konservatore, identitetin ton kulturor dhe kombëtar, ruajtjen e familjes dhe të individit, do të prezantoj fuqishëm moralin publik dhe do të mbroj interesin publik pa ekuivok dhe pa asnjë kompromis. Vlen, për mendimin tim, është një subjekt dhe një projekt më i madh shqiptar pas 2001-shit që do t'i prezantoj shqiptarët dhe do t'i përfaqësoj shqiptarët denjësisht në institucionet e shtetit, ku shqiptarët më nuk do t'jenë vetëm dekor dhe nuk do t'jenë aktor të teatrit, po do t'jenë faktor real dhe do të bëjnë ndryshime rrjedhësore edhe në cilësinë e përfaqësimit. I thoni do t'jetë, po veçmë ju funksiononi si koalicion, keni gati 10 muaj qeverisje, thatë orientimi ideologjik do jetë ky, pak më parë tha që akoma nuk është vendosur nëse do ketë kryetar apo kryesues koalicioni, partia e re Vlen në këtë rast. Çfarë nënkupton kjo? Kështu, Arta, kryesues. Tash ne kemi diskutuar gjëra gjatë. Unë mendoj ajo që është ngërçi i shqiptarëve është theksimi apo ngritja e kultit të individit. Dhe shumë pak ne kemi ndërtu apo i kemi orientu votuesit dhe shqiptarët që të ndjekin kauzën.
Dhe ne duam të bëjmë një politikë bërje të re. Mbi të gjitha o kauza, jo kulti individit. Se mund të ketë individ të cilët janë brenda një projekti dhe në x momente të largohet. Dhe kjo nuk paraqet ndonjë fatkeqësi. Por, në qoftë se leadershipi në pikë kryesore se në fokus e ka egocentrizmin dhe kultin e individit, me automatizëm paraqet një shmangje nga kauza, koncepti, idet dhe projektin që do të prezentoj një subjekt që ne pretendojmë që do të sjellë ndryshimet rrënjësore tek shqiptarët e Maqedonisë. Mirë, ju shansin për të sjellë ndryshime e keni veç më 10 muaj, po sapo e shfrytëzoni këtë shans është pastaj pyetje tjetër, sepse prap dua të fokusohem tek ajo çfarë do të ndodh me Vlenin si parti politike. Kryesues, çfarë nënkupton? A do të pranoni që lideri i Vlenit jetë njëri nga partitë e tjera politike të koalicionit, pra të jetë nga LD-ja apo nga Alternativa? Si do e zgjidhni këtë çështje, zoti Azizi? Shif, Arta, janë çështje teknikaliteti. Do të thotë nuk ka pas para se të vit futët Arben Taravari në Vlen, me thënë absolutisht nuk ka pas asnjëherë asnjë keq kuptim ose dikush nga liderët e subjekteve politike të kishte shfaqur pretendime për të qenë në krye të Vlenit. Kështu që në këtë drejtim, do me thënë, ka një kohezion dhe harmoni të plot. Është çështje teknike, tash do të ketë kryetar, do të ketë kryesues, apo do të jetë me rotacion, duhet të... Pra, nuk është e përjashtë, nuk është se do ketë kryetar, nuk dihet a do ketë kryesues, apo këtë do e bëni me rotacion që secili nga liderët e partive aktuale... Tash, Arda, kjo shkon këtë mënyrë, do të thotë mënyra se si rregullohet struktura e një subjekti politik, fillimisht duhet të hartohen dokumentat e atij subjekti, do të thotë duhet të bëhet statuti i partisë, rregulloria se si funksionon partia, cilët janë ingerencat, kush dhe çfarë organi përfaqëson. Këto akoma nuk janë të përpunuara. Ne jemi në fazën e diskutimit dhe përpunimit të idesë. Se nuk është se po nisni për herë të parë një rrugtim politik. Gjithë keni subjekte politike. Megjithatë, do të thënë janë zhvillime shumë të shpejta. Tash me këtë ta quajmë largimin e Arbenit nga Vleni, u paraqit një situatë e re që ne konform kësaj situate duheshte që të mlidhemi edhe të përcaktojmë edhe hapat të cilët do të ndërmarrim drejt finalizimit të një subjekti politik që do të jetë në të ardhmen dhe që do të quhet apo emërtohet me emrin Vlen. Pra thoni, kjo që ndodhi me Taravarin e impunoi këtë situatë. Taravari thotë se i ke impunuar pas shpine. A është e vërtetë se nismën për formimin e partisë e keni filluar pa e njoftuar kreun aleancës për shqiptarët? Dhe ai s'ka qenë në dieni. Unë po sandoj që edhe lajmet e juaja edhe fiks kishi bën një identifikim të përshkrimit edhe të rolit Taravarit nga momenti i ardhjes në Vlen. Dhe deri në momentin e largimit. Para se të vi këtu isha me kryetarin e Lëvizjes Besam në një restoran dhe erdhi aty një ish kryeministër dhe tha, a shkoj Taravari? Ne i tham shkoj. A shkojnë BDI? Po, shkojnë BDI. Dhe ishte edhe fraza ati që se cili individ, do me thonë, edhe politikan, po edhe qytetari i thjesht, tha, ai edhe kur erdhi, tha erdhi me një kamp. Dhe me një kamp ishte ju, me një kamp ishte në BDI. Dhe mënyrën se si ka ardhur Arben Taravari në Vlen, ta thom të drejtën, gjithmonë kam qenë skeptik se nuk ka ardhur për çështje konceptuale. Megjithatë, para një viti kur erdhi, pak më shumë se një vit ju e mirëpritët dhe thurnit lavde për të. Dhe tani që shkoj, thoni që keni pas dilema në mënyrën si e. Për atë, Arta, do me thonë, për atë pjesë, ne nuk jemi pishman, edhe ka meritën e vetë, se ne kishim një kauz që duheshte kontributi i çdo aktori politik, i çdo subjekti politik, dhe për atë pjesë jemi mirënjohës. Po mënyrën, lejon pak për mënyrën se si erdhi. Ai erdhi me shantazhe, erdhi gati me imponime, dhe momenti që ai vendosi të vinë në Vlen, ishte fotoja që kryeministri Albin Kurti e postoi me hezitimin e Arbenit që
rezistonte në atë kohë që të bëj një foto dhe ta publikoj. Shantazhe thoni dhe imponime, çfarë shantazhe, zoti Azizi? Për shembull, në moment... Për këtë s'kemi dëgjuar ne deri tani. Nuk kemi dëgjuar që të thoni ju shantazhe, Taravari po na shantazhon që të vitë vlen, po na imponon që të vitë vlen, përkundrazi. Vetë figura e Taravarit perceptohet tash në mas si njeri i pazareve dhe i tregtis me pozita dhe kalkulime me përfitime. Në momentin që ne zhvillonim negociata me përfaqësuesit që i kishte dërguar Arbeni për të marrë vesh për listat e deputetëve, Arbeni ishte në takim me Ali Ahmetin dhe Talat Xhaferin. Kjo ishte atëherë, në fillim kur erdhi. Dhe porosit neve na vinin në tavolinë, o na jepni 5 deputet në vendet të sigurta, o ne kemi ofertë më të mirë dhe Arbeni është në tavolinë me Ali Ahmetin dhe shkojmë me Ali Ahmetin. Personalisht kam qenë kundër, ju kom shkruajt edhe Bilalit edhe Izetit se nuk më pëlqen kjo mënyrë derisa nuk bashkohemi ne në ide, në koncept, në një vizion, në një platformë, por njeriu i cili bëhet pjesë e vlenit më shumë i përngjan njeriu që na shantazhon se kush i jep më shumë dhe ku do të pozicionohet mbas këtyre pazareve. Kështu ishte thoni kur erdhi, po tani që ai ishte befasi largimi i Taravarit nga koalicioni Vlen, sepse a ka shfaqur ai më herët pa kënaqësi, ai thotë se 2-3 herë ka dashur që të bisedohet për mos sinkronizimin e Vlenit në qeveri, por ju, partitë e tjera, keni dashur që të kamuflohet pakënaqësia e qytetarëve shqiptar nga qeverisja e Vlenit. Sepse ai nuk thot nga ajo e Mickosit. Në rast se e shifni në kronologji, paraqitjen e Arben Taravarit është personi më konfuz që brenda një emisioni, domethënë mund të hasesh në 3, 4 ose 5 kontradikta. Ai asnjëherë nuk ka paraqitur shqetësime. Pra thoni që në takimet, në mbledhje që keni pasur, s'ka treguar për një gjë. Shqetësimet i ka paraqitur Arta vetëm nga momenti që ai deklaroi se ka kanale komunikimi me BDI dhe neve na ka shqetësu dhe i kemi thënë se kjo është një bombë që minon bashkëpunimin ton brenda Vlenit. Për shkak se ne, kur u bëm bashk, kishim një zotim që t'i organizojmë shqiptarët rreth një qëllimi të përbashkët dhe ta çojmë BDI-n në opozitë. Mirë, BDI-a është në opozitë. Ju jeni në pushtet dhe nuk e bët asnjë vit bashkë si koalicion Vlen. Ndodhen përplasjet e para, por ideja ishte më herët, do me thënë ai nuk është ankuar për mos funksionimin apo pakënaqësinë e shqiptarëve nga Vleni në qeverisje, dhe a është e vërtet se edhe ju dhe një krah që ju përkrahën në lëvizje në Besaj jeni të pakënaqur nga funksionimi i qeverisë, madje në kryesi keni kërkuar largimin e Besës nga qeveria. Arta, absolutisht Arbeni nuk ka ngrit asnjë çështje, asnjë pakënaqësi brenda Vlenit. E vetmja pakënaqësi ka qenë që gjithmonë që ekzistojnë të gjitha subjektet kanë qenë për emrime, për favorizime, për pozicionime, për punësime. E tash, personalisht dhe një krah që ju për... Unë nga natyra, kur kam qenë negociata, jam maksimalist dhe i kam thënë edhe Arbenit herën e fundit që kishim bisedime. Po të kishe ngrit një çështje për të kërkuar më shumë për shqiptarët, më shumë buxhet për shqiptarët, më shumë projekte për shqiptarët, më shumë investime për shqiptarët, gjithçka do ishte okej dhe unë do t'isha mbështet si numër 1 i tij. Kjo është për Taravarin, por ju a është e vërtet që jeni të pakënaqur me funksionimin e qeverisë dhe keni kërkuar largimin e Besës nga qeveria? Jo, tash e vërteta e kësaj është kjo, Arta, do të thotë ne gjithmonë mundohemi ta bëjmë më të mirën. Edhe brenda një familje mund të ketë, si të them, dilema, mund të ketë keqkuptime, por në përgjithësi Vleni edhe partneriteti i Vlenit me VMRO-n është mbi baza korekte dhe është në drejtim të duhur dhe ne sollëm ndryshimin në pushtetin qendror dhe për herë të parë shqiptarët po faktorizohen atij ku është çështja më thelbësore në ndarjen e hisës në buxhet dhe nuk ka pas ndonjë korektësi ose më lejoni edhe pak. Ka për qeverisjen shumë të flitet, zoti Azizi, po sepse ju shoh që jeni kritik ndaj Taravarit, po pse jeni kaq kritik ndaj tij kur edhe vetë ju si parti Besa jeni ndarë, pra ishit në 1 u bët 2, tash do të bëheni me partinë prapë 1. Pse është kaq i dhimbshëm bashkëpunimi me BDI-n kur ju keni bërë koalicion me një parti maqedonase, në atë kohë me LSDM në koalicionin Mundemi? Ishte në kontekst tjetër Arta.
Dhe me thënë ishtë një eksperimenti pa jetuar tek shqiptarët. Dhe ne mendonim që këto eksperimentet e së kaluarës, që shqiptarët kishin bërë koalicione pas përfundimit të zgjedhjeve, ne mendonim se një koalicion para me Zaevin, ju kujtohet edhe ikonografia, do me thëmë, për herë të parë, shqiptarët në atë nënshkrim të marrëveshjeve paraqiten si palë të barabarta, flamuri shtetëror dhe flamuri kombëtar. Ishte Bilali në një anë dhe Zaevi në një anë. Dhe kishte një marrëveshje për shoqëri qytetare apo shtet dhe shoqëri për të gjithë. Pastaj Zaevi nuk ju përmbajt asaj marrëveshje dhe ne jemi konsekuent në programin tonë arta. Jo kush ndryshon gjatë rrugës. Është i pakënaqur me funksionimin dhe thotë që nuk funksionon si duhet. Më lejoni arta, do thotë... Se shkurt jemi ngusht pak me... Po, kjo është shumë e rëndësishme ta theksojmë. Ne kemi një vizion, kemi një platformë, kemi një qëllim. Tash kush i qëndron besnik, ne ecim bashkë drejt atij vizioni. Kush largohet, nuk do të thotë që ne të ndalojmë ose të largohemi bashkë me personin që ndron rrugë, nuk është faji jonë. Ne në rast se ka një shpresë të shqiptarët, është ki projekt, ki leadership, që është i qëndrueshëm në vizionin e vet dhe po krijon një shpresë për t'i përfaqësuar shqiptarët në mënyrë dinjitoze dhe pa mos bë pazare. Kush shka fiton, po duke ndëgjuar zërin e qytetarëve. Ju vetëm keni kërkuar largimin e Taravarit nga qeveria, për këtë çështje ishte informuar edhe Mickoski, vetëm ka nisur takimet me partnerët shqiptar qeverisës. Besoni që do të ndodhë kjo që ashaja e Taravarit të mos jetë më pjesë e qeverisë, vetëm të jemi më të shkurtë se vërtet e kemi kaluar atë limitin? Parta, do të thotë është jo etike, është jo morale, jo politike, në rast se ne kemi pas një zotim, jemi bashku për një qëllim, për të çuar BDI-n në opozit dhe për të luftu korupcionin masiv që i kishte mbjellë në shoqërinë shqiptare, BDI dhe LSDM. Dhe tash duke qenë në qeveri, kur bën arrestime, kur BDI është e shpallur në listat të zeza leadershipi i saj, janë të shpallur në ngrata, dhe duke qenë me Vlenin në qeveri, thu do të bashkëpunojmë me BDI. Kjo është hipokrizi... Qeveria nuk është prokurori dhe gjykatë, zotë Azizi. Nuk është qeveria ajo që vendos hetimin, se kush shkon në hetim, kush nuk shkon. Jo, zotimi janë ishte që të bashkohemi si Vlen për të çuar BDI në opozit, për të luftu korupcionin. Dhe ajo që është sinonimi korupcionit është BDI. Dhe tash, kur po bëhen hapa konkret, kur BDI ka antarët kryesisë të arrestuar, kur e ka kokën e organizimit të subjektit në arati dhe shumë janë në prokurori dhe duke qenë në qeveri të deklarojsh se do të bashkëpunoj me BDI, ati do me thonë hapën shumë dilema dhe vërtet, jo vetëm unë, edhe shumë aktivist dhe funksionar të ashës kanë pyet ku është motivi. Mirë, ne nuk e dim se cila është marrëveshja, çfarë do të ndodhë, por një pyetje kam të fundit, çfarë do ndodhë nëse kryeministri nuk e largon Taravarin nga qeveria, pra nuk e jep atë. Do të largoheni atëherë ju nga qeveria, apo të vazhdoni së bashku me Taravarin, i cili thoni se bashkëpunon me Ahmetin dhe BDI-n. Arta, ne jemi partner koalicionit, dhe VMRO ka bërë koalicion me Vlenin, jo me individ. Dhe tash, në këtë rast, kryeministri normal që do të ndëgjoj zërin e atyre që përfaqësojnë Vlenin, jo individ të cilët për motive dhe arsye të panjohura bashkëpunojnë me BDI. Në rast se mbetet Arbeni në qeveri, i bie që me një kamp apo me di kamp, është edhe BDI në qeveri. Atëherë s'kemi çka lipim ne subjektet tjera në qeveri ku do t'jetë BDI. Dhe i gjithaj llojt motivi që ne dulëm si një alternativë e vërtet shqiptare, si antipote BDI-s, e humb kuptimin. Prandaj, gjëra të kundërta nuk mund të rinë në një vend. Ju thoni, nëse Taravari mbetet në qeveri, ju largoni nga qeveria. Jo, nuk ka arsye Arbeni të rinë në qeveri. Keni marrë sinjale nga Mickoski se nuk e do e mbajnë në qeveri? Jo, janë bisedat të cilët shumë shpejt mbrenda këtyre ditëve do të zhvillohen edhe me mandatarën, edhe me kryeministrin, dhe kjo situatë do të ketë një epilog.
Taravari veç është vetë largu me qëndrimet e veta, është vetë përjashtu edhe nga Vleni, edhe nga qeveria. Ai tani mo i ban kalkulimet me BDI. Po, më duhet këtu ta përmbyllim. Faleminderit që sonte ishit në Alsat. Ne vazhdojmë me të tjera informacione vetëm pas pak.